Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni në edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Ndër të tjera, sonte mund të ndiqni. Në çdo moment pritet fillojnë bisedimet e radhës në nivel të presidentëve dhe kryeministrave në Bruksel. Serbia prezanton dosjen e prokurorisë për krime lufte kundër Haradinajt në Francë. Ish kryeministri paralajmëron kthim të shpejtë në Kosovë. Kosova antarësohet në Egmont Group, organizat me 152 njësi të specializuara në luftimin e shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit. Policia gjermane bastis 54 lokacione, arreston 4 të dyshuar për lidhje me terrorizëm. Nisim tani gjërësisht me materialet e përgatitura. Një ditë përpara pjesëmarrjes në lutjet e mëngjesit, kryetari i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli në Washington ka takuar kongresistë amerikanë të cilët i ka njoftuar me zhvillimet në Kosovë. Veseli ka marrë premtimin se SBA-ja dhe Kosova do të vazhdojnë miqësinë edhe në të ardhmen. Përveç kryetarit të Kuvendit të Kosovës, në lutjet e mëngjesit në Washington po marrin pjesë edhe deputet dhe pjesëtar të shoqërisë civile. Në vazhdim, ju ftojmë të ndiqni deklaratat e kryeparlamentarit Kadri Veseli rreth takimeve me kongresistët në Washington dhe rreth pjesëmarrjes në lutjet e mëngjesit. Kryetar, cila është rëndësia e vizitës e pjesëmarrjes suaj në lutjet e mëngjesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kam ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një ftesë të organizatorit për lutjet e mëngjesit, janë lutje tradicionale, njëtën kohë pse të mos themi, kam ardhur që të takoj zyrtarët amerikanë, kene parasysh do të ketë shumë zyrtarët më të lartë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kongresmen, senator, zëvendës presidenti dhe presidenti SBA-s në këtë eveniment, mënyrë që të takojmë sa më shumë zyrtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën kanë rëndësi të jashtëzakonshme. Politika e Shtetit të Bashkuara të Amerikës është e lidhur me vetë realitetin shtetbërt të Kosovës. Kemi një administratë e re e cila do të jetë edhe një shtytje edhe më fuqishme në përkrajën e Republikës Kosovës si shtet i pabardhët dhe sovran. Ju patet edhe takime tjera me kongresistë amerikanë. Çfarë biseduat dhe a morët premtime që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë që t'jenë miq të Kosovës? Është bërë zakonshme në takimet tona me zyrtarët më të lartë amerikanë të jetë, po ajo përgjigje, gjithsesi qytetarët e Republikës tonë duhet të jenë sigurt, do të kemi një vazhdimsi për krahas së Republikës Kosovës në rrugtimin e vet të integrimeve euroatlantike dhe po ashtu jam shumë i sigurt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në udhëheqjen e presidentit të ri Donald Trump do të kenë një përkrahje të fuqishme të Republikës Kosovës. Unë pres që në krahas takimeve cila do t'jenë zakonshme këtu me kongresmen dhe senator të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të marrëm edhe përkraje më konkrete nga ky shtet i cili ka rëndësi të veçantë strategjike për Republikën e Kosovës. Në Bruksel, në nivel të presidentëve dhe kryeministrave, sonte në çdo moment po pritet fillojë vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi. Për rrjedhën e takimeve dhe për temat e dialogut do të na informojë më shumë korrespondentja jonë nga Brukseli, Gjeraqin Tuhina, me cilën lidhem tani me njëherë. Gjeraqin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A ka filluar takimi dhe cilat do të jenë temat e këtij raundi të bisedimeve? Takimi akoma nuk ka filluar, ndonë se ishte parapar që të nisë në orën 19:30, por është çështje minutash se kur do të nisë formalisht. Me praktikën tashmë të njohur, organizimi i takimit bilateral BE delegacioni kosovar, kësaj radhe i cili hyni pari në takim, dhe edhe takimi tjetër bilateral BE delegacioni sërb, për të nisur diku rreth orës 21 darkën e punës të përbashkët ku të dy delegacionet do ulen së bashku me shefin e diplomacisë evropiane Federica Mogherinin. Takimi sontëm, që organizohet vetëm një javë pas takimit paraprak, i cili u mbajt gati një vit me vonesë, është edhe një dëshmi sipas zyrtarëve të Brukselit se do intensifikohen takimet në nivelin më të lartë politik në mënyrë që të dilet nga kjo situatë, e kjo situatë ka të bëjë me ngjecje në dialog, me ngjecje në zbatim të marrëveshjeve tashmë të arritura, andaj edhe sonte, sipas të gjitha gjasave, gjithnjë duke u referuar burimeve evropiane, nuk pritet të ketë tema të reja. Temat në tryezë do të jenë tema të vjetra, marrëveshjet,
të cilat tashmë janë arritur edhe në nivelin teknik, edhe në nivelin politik, për të cilat asnjëherë nuk janë jetësuar në teren. Andaj edhe pritet për kushtim bisedë konkrete sonte rreth asaj si të implementohen marrëveshjet tashmë të arritura dhe si të shkohet tutje në dialogun i cili duhet të çojë normalizimin e raporteve mes të Kosovës dhe Serbisë. Ky dialog, siç thuhet këtu në Bruksel, nuk ka alternativë, prandaj edhe mirëpriten edhe iniciativat që po ndodhin kohëve të fundit jashtë Brukselit e që kanë të bëjnë me kontekst të dialogut, duke referuar bisedës së fundit që pati presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo gjë është mirëpritur nga zyrtarët e Brukselit, duke shikuar në kontekst të dialogut, në kontekst të vazhdimit të kontakteve edhe jashtë këtij objekti ku mbahet dialogu zyrtar dhe gjithnjë në mëtim të normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Gjeraqin, të falenderoj për këto informacione. Kalojmë në të tjera zhvillime të ditës. Zonja dhe zotri, 3 partitë opozitare, vetëvendosje AK e Nisma kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Kosovës dhe shkuarje në zgjedhje të reja, siç thanë për shkak të moszbatimit të rezolutës së Kuvendit për rënimin e murit në Mitrovic. Në një deklaratë të përbashkët thuhet se si pasojë e mosrespektimit të vendimeve të Kuvendit të Kosovës dhe shkeljes së demokracisë në vend, e po ashtu për shkak të papërgjegjësisë në qeverisje që po i sjell vendit dëme të konsiderueshme, zgjidhja më e mirë do të ishte dorëheqja e kësaj qeverie dhe shkuarja në zgjedhje, thuhet ndër të tjera në deklaratën e 3 partive opozitare. Ndjekim një deklaratë të Palekajt, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nëse kjo qeveri nuk është e aftë dhe është e pafuqishme të miratoj rezolutat e Kuvendit, atëherë pse ekzistoj, lind pyetja edhe nga qytetarët, por edhe nga vetë deputetët e Parlamentit të Kosovës. E Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor zgjidhjen e çështjes së murit në veri nuk e përjashton edhe me anë të dialogut, derisa ka sqaruar se të gjitha veprimet e nevojshme rreth kësaj çështjeje janë ndërmarrë dhe se ky mur duhet të largohet. Krahas aspektit politik, ky mur është edhe jashtë standardeve profesionale, thon arkitektët. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është në pritje të vendimit të qeverisë për rrëzimin e murit në veri të Mitrovicës të ndërtuar nga serbët e veriut. Sipas ministrit të Mjedisit, Ferhat Shala, tashmë janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme, të cilat kanë konstatuar se muri në veri është ilegal dhe si i tillë duhet të rënohet. Shala thekson se mos rënimi i murit ilegal deri më tani është bërë për arsye të diskutimeve, të shumta që murin ta rënojnë vetë ndërtuesit. Kto janë fazat në cilat ne i kemi trajtu problematikën e murit edhe si objekt ilegal, edhe si objekt ndërtimor, edhe si pjesë e planeve rregulluese të qytetit të Mitrovicës. Prandaj mbesim ose rikonstatojmë që muri është objekt ilegal dhe duhet rënohet. Jam në pritje të vendimeve tjera, vendimeve të qeverisë dhe koordinimit me faktorët relevant ndërkombëtar, me aleatët, me miqtë tanë që na kanë mbështetur në këtë proces. Ndërtimi i këtij muri është edhe jashtë rregullave profesionale të arkitekturës. Këtë e pohon arkitektja Eliza Hoxha. Nuk e di nëse ka një plan të tillë, sepse na kemi pas shasje dhe nëse është si i tillë, atëherë është veprim i jashtëligjshëm, domethënë se nuk ekziston një plan i nivelit të vendimarrjes, domethënë që është dhënia e lejes për një intervenim në hapësirë publike, që në këtë rast është ndërtimi i atij muri në hapësirën publike, domethënë në pranë urës edhe pranë sheshit i cili është aktualisht në zonën veriore. Ai mund të ketë kuptim nëse bëhet një tip amfiteatri aty, që në disa raste edhe është përmend, mirë po mënyra se si sot është e vendosur natyrisht që nuk përkon me atë ide, por duke qenë që ne kemi qenë pjesë aty në proceseve, duke qenë që këto lloj planesh, domethënë janë kompetence autoriteteve lokale, atëherë në fakt çka do të ndodh aty, domethënë është kompetencë nivelit lokal dhe kryetarit të komunës së Veriut. Kuvendi i Kosovës, dhjetorin e vitit që shkoi, ka nxjerrë një rezolut me anë të së cilës obligohet qeveria e Kosovës që murin e ndërtuar me atan urës së Ibrit ta rënojë brenda muajit janar.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka hedhur poshtë ankesën e një grupi të deputetëve serb kundër ligjit për investimet strategjike, duke thënë se ai nuk është në kundërshtim me aktin më të lartë juridik të Kosovës. Ligji numër 05L079 për investimet strategjike në Republikën e Kosovës, siç është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i dërgohet presidentit të Republikës së Kosovës për shpallje, thuhet në fund të vendimit të gjykatës kushtetuese që është publikuar në faqen e internetit të kësaj të fundit. Më 18 tetor të vitit kaluar, deputetët e listës serbe janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese për interpretimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për investimet strategjike nga ana e Kuvendit të Kosovës. Shteti serb sot formalisht dorëzoi të ashtu quajturat prova kundër komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Ramush Haradinaj, sikurse edhe kërkesën për ekstradim. Verdikti final pritet të merret më 9 shkurt. E kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj gjatë një interviste ekskluzive për RTK-n u shpreh bindur se menjëherë pas vendimit përfundimtar do t'i kthehet Kosovës. Pretendimet e Serbisë i quajti politike e cirk ligjor, të cilat nuk janë marrë parasysh as në gjykimet e mëhershme. Ky abuzim me ligjin ndërkombëtar sipas Haradinajt është lojë politike e Serbisë e cila edhe kësaj here do të dështojë. Jemi të fuqishëm sepse jemi në të drejtën tonë, ka thënë Haradinaj gjatë intervistës me gazetaren tonë Gentiana Begolli Pustina. E ndjekim. Zotri Haradinaj, përshëndetje. Përshëndetje. Si kaloi seanca e sotme? Sot një formale kemi pranuar landën nga Serbia, pra akuzën e kërkesën për ekstradim nga prokuria në Kolmar. Kuptohet, kemi rënë në qëndrimin tonë që kjo lanë nuk qëndron, që është politike, edhe që është e pa kuptim këtë proces, këtë cirk ligjor, bazun një lanë që është politike, e cila ka ekzistuar në procedurat e mëhershme të gjykimit dhe të rigjykimit tim, dhe cila si e tillë nuk është përfil, pra nuk ka bazë, nuk ka materie për shqyrtim ligjor. Pas 8 ditësh pritet verdikti përfundimtar rreth të ashtu quajturave prova të Serbisë kundër jush si komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sa është shqetësuese për ju kërkesa e Serbisë për ekstradim? Po, më shpari Serbia nuk më shqetëson dhe nga shqetësu asnjëherë, edhe s'ka me pasi më shqetësu, kur është abuzim me ligjin ndërkombëtar nga ata. Kjo është një situatë ta quaj ashtu një cirk ligjor, që do ta merr epilogun, që epilogu dihet cili është, pra një lojë e tyre politike nuk do të përfitet. Dhe gjatë këtij procesi të ndalimit e gjykimit morët mbështetje nga dhjetra mijëra qytetar, jo vetëm anë e mban Kosovës, por edhe në shumë shtetet e huaja ku jetojnë shqiptarët. Kjo mbështetje sadupak ju lehtësoi këtë gjykim të padrejtë kundër jush? Ka qenë shumë ndjen vërtet e mirë me pa një përkrahje e një mobilizim shqiptarëve kudo që janë. Edhe po, kjo ka qenë vetëm besim, po një përkrahje e madhe. Po ashtu ka qenë një poroshi për gjithse politika dhe lojna të Serbisë, tani ata janë zgjedhje, ata do të thotë e kanë kthy kujtesën në kohën e shefëve vet. I di çfarë që ka kthy kujtesën në kohën e shefit tim Milošević. Vučić e Nikolić në kohën e kur kanë pri informacione paramilitare në kohën e Sheshelit, pra po edhe shqiptarët dhanë një përgjigje se këtu jemi. Pra ishte një përgjigje vërtet të me thanë që cilën e kanë lexuar gjithë besoj edhe në Kosovë edhe jashtë dhe çdo punë. Megjithatë, sot do bën plot 29 ditë që kur u ndaluat. Cili ishte kujdesi apo më mirë thënë angazhimi shtetëror i Republikës së Kosovës për lirimin sa më të shpejtë dhe kthimin tuaj në Kosovë? Tani nuk mund me dhënë vrejtje kështu në kuptimin procedural, po shihet fuqia e Kosovës, sa është. Pra, kozatja ka që madhe për një shtetas Kosovës me një land kas politike, shihet vetë tillë tregon kapacitetin e Prishtinës zyrtare, kusho Prishtina zyrtare. Për fund, do të ktheheni në Kosovë me 9 shkurt? Me 9 shkurt është shanca, mundet vendimi mu marë po aty, mundet me ushti ndonjë ditë pra vendimi, po ballafaqimi përfundimtar është me 9 shkurt, po do të kthehem me siguri me 9 ose në 2 ditë, sa asaj dite po do të vi në Kosovë. Nuk kam me undal asnjëherë, nuk kam me ullë, nuk kam me ushe, kanë mësu gjithë me jetu me shqiptarët, me ekzistencën tonë, Ballkan, me drejtën tonë, po pse jo edhe me fuqinë tonë.
Se jemi fuqishëm që jemi në drejtën tonë. Zotëri Haradinaj, ju falenderojmë shumë për këtë intervistë dhe mirupafshim pas 8 ditësh në Kosovë. Faleminderit Gjendjana, faleminderit. Përshëndetje gjithë. Për ndalesën e ish kryeministrit Ramush Haradinaj, të drejtën ligjore dhe qëllimet e saj, në Prishtinë u debatua sot nga profesionistë të fushës së jurisprudencës. Në debatin shkencor të organizuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, u tha se Haradinaj përmbahet padrejtësisht në Francë dhe se ndalimi i tij është një e keqe për të gjithë Kosovën. Ramush Haradinaj përmbahet padrejtësisht derisa kërkesa e Serbisë është tendencioze dhe makiaveliste. Kështu deklaroi kryesuesi i Departamentit të Drejtësisë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, profesor Riza Smaka, në konferencën e organizuar nga kjo parti, ku profesor të së drejtës ndërkombëtare dhe avokat dhanë mendimet e tyre rreth ndalimit të ish kryeministrit Ramush Haradinaj në Francë. Kërkesa e autoriteteve të judikaturës serbe adresuar Interpolit për retencionin, arrestim, ndalim, mbajtje të Ramush Haradinajt është a priori tendencioze, subjektive, malevolente dhe makiaveliste në radhë parë nga se shteti serb botërisht ishte dhe gjithë mbetet ekstremisht armiqësor kundër të drejtës politike fundamentale vetëvendosjes së shqiptarëve të Kosovës, përkatësisht kundër shtetit Kosovës. Edhe profesor Zenullah Gruda i Ismet Saliu thanë se ndalimi Ramush Haradinajt është një sajim i një shteti që është sinonim me të keqen dhe shkaktari 4 luftrave në ish Jugosllavi. Profesor Saliu e quajti padrejtësi të madhe ndalimin e Haradinajt, si për vetë atë, por edhe për të gjithë vendin. Une po ju thëmë se ndalimi Ramushit është njësoj sikur se ta kishë ndalë dikush De Gaulin me kërkes Gjermanisë. Në kohën kur De Gaulle i ka pri pjesës më të mirë popullit francez në luftën e tyre kundër fashizmit, nacizmit gjerman. Angazhimit të Interpolit për rastet politike, ushtarake, religjioze e tjera është bërë me qëllim që Interpolit të mos politizohet. Për shkak që për vepra politike ose ushtarake ose religjioze e tjera është me konventa ndërkombëtare, po dhe me ligjet vendore, ai nuk mund të vinë shprehjes. Skadene edhe Interpoli nuk do të veprohet. Në këtë konferencë njohës të kësaj fushe dolën me konkluzione se ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmbahet padrejtësisht në Francë, sipas tyre u konstatua se Haradinaj duhet të lirohet menjëherë dhe pa asnjë kusht. Kosova është pranuar zyrtarisht në rrjetin e njësive të inteligjencës financiare e njohur si Egmont Group. Ministri i Financave, njëherësh kryetari i bordit të njësisë së inteligencës financiare të Kosovës, tha se antarësimi në këtë organizatë botërore me të drejta të plota do të ndihmojë Kosovën në parandalimin e pastrimit parave dhe luftimin e terrorizmit. Presidenti i vendit Hashim Thaçi në një postim të tij në rrjetin social, antarësimin e Kosovës në Egmont Group e ka vlerësuar si një të arritur të rëndësishme në nivel ndërkombëtar për subjektivitetin e vendit. Kosova është vendi 153 nga 152 shtete në tërë botën që janë antarë të Egmont Group, apo rrjetet të njësive të inteligjencës financiare. Për këtë, në një konferencë të jashtëzakonshme, kryetari i bordit të njësisë së inteligjencës financiare të Kosovës, Abdullah Hoti, ka folur për rëndësinë e saj. Ky antarësim është i rëndësishëm sepse do të kontribuojë në luftimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit, dhe kjo është e rëndësishme për Kosovën si shtet i ri dhe për të kontribuar në arenën ndërkombëtare në këtë fushë. Sipas tij, pas antarësimit me të drejta të plota, vendit do t'i mundësohet shkëmbimi informacioneve me nësitët që janë antarë të këtyre shteteve për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Madje Hoti ka thënë se do të ketë edhe ngritje të kapaciteteve për njësinë e inteligjencës financiare të Kosovës. Kërkesa kryesore ka qenë ndryshimi i ligjit për parandalimin dhe pastrimin e parave, dhe është nxjerrja në fakt e një ligji komplet të ri, që është në përputhje të plotë me praktika ndërkombëtare në këtë fushë, dhe që ka implementuar plotësisht direktivën e BE-s numër 2015/849 të datës 20 maj 2015, që ka të bëjë me fushën e parandalimit të përdorimit të sistemit financiar për qëllimet pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit. Presidenti i vendit Hashim Thaçi në një postim të tij në rrjetin social ka thënë se pas një pune disa vjeçare Kosova antarësua në Egmont Group, ku sipas tij kjo është një arritur e rëndësishme në nivel ndërkombëtar për subjektivitetin e vendit.
Tha që ka shtuar gjithashtu se kjo organizat bashkërëndon përpjekje të vendeve kundër pastrimit të parave, krimit financiar dhe financimit të terrorizmit. Për pranimin e Kosovës ka folur edhe Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj, duke cilësuar si lajm të mirë për Kosovën në politikën e jashtme. Njësia financiare e inteligjencës është formuar në vitin 2011 nga ndërkombëtarët, ku tashmë vendorët kanë kompetenca të plota. Drejtori i kësaj njësie është Dardan Nuhiu, i cili dikur kishte punuar në policinë e Kosovës. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera nga fusha e sigurisë. Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se shoferi i cili braktisi taksin me targat serbis në qendër të Prishtinës, SZ, 28 vjeç, është i varur nga droga. Në bazë të një hetimi preliminar të bërë nga ana e policisë, mbështetur edhe në dokumentacionin mjekësor të prezantuar nga ana e ngasësit si dhe rekomandimin e mjekëve, është ngritur dyshimi që ngasësi i veturës të jetë person me një shkallë të lartë të dëmtimit mendor si dhe person i varur nga substancat narkotike. Gjatë gjithë kohës sa zhvilluar ngjarja, policia ka koordinuar veprimet e saj me prokurorinë e shtetit. Për rrjedhoi pas kryerjes së ekzaminimeve të nevojshme, vetura është konfiskuar dhe ndaj ngasësit veturës është shqiptuar masa administrative me gjob për veprimin kundërvajtës, thuhet në komunikatën për media të policisë. Rruga që përshkon fshatin Peran në komunën e Podujevës është kthyer në ankth për qytetarët. Ata thonë se në këtë rrugë ka aksidente të shpeshta të komunikacionit, të cilat përfundojnë edhe me fatalitet. Po sot në këtë rrugë ndodhi një aksident i radhës ku mbetën të lënduar 5 persona. Në Hehoti nga fshati Peran dihet i pasigurt në punëtorinë e tij nga automjetet që lëvizin me shpejtësi të madhe në rrugën e fshatit. E thot se ka pasur fat pasi ka shpëtuar nga një aksident trafiku i cili ndodhi sot përballë punëtorisë të tij e ku mbetën 5 persona të lënduar. Sot mëngjes për fat nuk jem qenë në orën 10 që kam orën e punës, ka ardhur kerri deri punëtorisë, veç ka vonë zoti që më kanë të punu se kam ujtë vetë me pësue, ndodhin shumë shpesh, dikush diçka do të me bëj. Banorët e fshatit janë të shqetësuar për këtë situatë. Ata thonë se çdo vit në këtë rrugë ka aksidente me fatalitet. Po na jemi atë rrezikuar faktikisht këtë rrugë. Kjo rrugë është shpejtësia shumë e madhe. Dërë më na myt. Shpejt vinë pej në altë, shkon atje poshtë kjerë hen në Ndogoj. Knena i vjen në Ndogoj të ashtë në këtu, tjetërin bandera, tjetë shkoqin. 150 vinë në orë, na veç milshu këtuën. Në policinë e Kosovës sharojnë se janë duke zbatuar planin qarkullimi sigurt që ka për qëllim zvoglimin e aksidenteve në komunikacion. Ne gjatë vitit kaluar në këtë rrugë kemi pasur 68 aksidente që i kemi trajtuar, të mos përmend rastet me lëndime të rënda dhe ato me fatalitet që janë trajtuar nga trafiku rajonal, por që nga fillimi i këtij vitit në këtë rrugë ka ndodhur 3 raste. Rasti i fundit është sot në orët e hershme të mëngjesit, që kemi pas një aksident me 5 persona të lënduar. Në fshatin Peran, ku do vren mungesa e shenjave të komunikacionit, ndërsa banorët si masë mbrojtëse shohin patrullime të shpeshta të policisë së Kosovës. Vazhdojmë edicionin me një temë nga arsimi. Ministria e Arsimit shpërndau mjete mësimore për sos fshatrat e fëmijëve. Drejtuesit e Ministrisë Gjetse dhe ata të sos fshatit u pajtuan se mbështetja me fonde të rregullta për fëmijët e këtij institucioni në të ardhmen duhet të jetë nga qeveria e vendit. Mjete mësimore dhe argëtuese i udhëruan rreth 80 fëmijëve të sos fshatit në kryeqytet nga udhëheqës të Ministrisë së Arsimit. Edhe pse fëmijët e këtij fshati ndihmohen her pas here nga institucione të ndryshme kosovare, drejtuesit e sos fshatit theksuan se ndihma më e madhe vjen nga donacionet e huaja, derisa sipas tyre ndihma kryesore do duhej të ishte nga qeveria e Republikës së Kosovës në mënyrë të përhershme. Ne kemi mbi 80 fëmijë të cilët jetojnë këtu, edhe në të ardhmen ndoshta kishte qenë mirë për arsye se ne ofrojmë një lloj strehimi familjar, atëherë me u përkrah në atë formë si përkrahet strehimi familjar. Me këtë kërkesë u dakordua dhe vetë ministri Arsim Bajrami. Ai tha se në të ardhmen qeveria do duhet të ndaj fonde të rregullta për fëmijët e këtij institucioni. Tani për kujdesja për këtë institucion duhet të jetë vendore, sepse ndërkombëtarët kanë investuar shumë në ndërtimin e këtij fshati. Dhe ne duhet vërtet të ndajmë më shumë fonde të rregullta. Ministria e Arsimit ka vite që ndan, po edhe Ministria e Punës, Ministria Sociale dhe ministri tjera duhet të kenë vija të rregullta. Për shkak se
Në fakt, ne duhet të kuptojmë se këta janë fëmijët Kosovës. Edhe mungesa e prindve nuk duhet ndihet e këta fëmijë, sepse këta fëmijë nesër do të bëhen pjesëtarë të dobishëm. Ministria e Arsimit për vitin 2016 ka ndihmuar sos fshatrat e fëmijëve në vlerë prej 10.000 eurove në pajisje me mjete konkretizuese shkollore. Objektivat e sektorit të bujqësisë për vitin 2014-2020 të shpalosura nga Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Memli Krasniqi përpara Komisionit Parlamentar për Bujqësi u përcollën me polemika dhe kundërshti. Nga antarët u kërkua përkushtim më i madh për këtë fushë. Krasniqi ka thënë se fermerët po përkrahen si asnjëherë më parë. Strategjia për zhvillim të bujqësisë 2014-2020 ka 4 vjet që nuk është proceduar në kuvend për të miratuar, ndërsa bujqësia është në gjendje të rëndë, konstatoi Komisioni Parlamentar për Bujqësi. Mospërmbushja e planit legjislativ për hartimin e projektligjeve, importi produkteve ushqimore të dyshimta dhe politikat për menaxhim të pyjeve ishin disa nga problemet e ngritura nga Komisioni Parlamentar i Bujqësisë. Ne kemi konstatuar që 2 vite rresht, Ministria e Bujqësisë nuk e ka përmbush planin legjislativ pra të hartimit projektligjeve që është dashur procedurë këtu në komision, pastaj edhe në kuvend. Ne kemi konstatuar që prapërsisht themi 10% e planit është realizuar, jo më shumë. Përveç tjera është ajo që më e keqe, zoti ministër, ju nuk keni arritën as me prunë në kuvend atë rregjim kombëtar për zhvillimin e bujqësisë 2014-2020. U bën që 4 vite e kemi bën dhe nuk arrini me qitë kuvend më miratu. Ministri Krasniqi pajtohet që aspekti ligjor ka ngecur lidhur me strategjinë e planit legjislativ, por jo edhe mbështetja për fermerë. Se pranoj kritikën në lidhje me mosmiratimin e planit për bujqësi dhe zhvillim rural 2014-2020. Kjo është dashur më miratuar në 2013 realisht, ose në fillim 2014-s, mos më kthy në histori, arsyet janë të njohura në momentin kur është dashur më miratuar, shpërbeu parlamenti, kanë qenë zgjedhjet e parakohshme. Importi i grurit jo cilësor, vaji i palma dhe produktet e tjera të importuara në vendin ton u vlerësuan të dëmshme për shëndetin e qytetarëve. Mbështetja e fermerëve i kontribon në zhvillimit të ekonomisë së vendit dhe prodhimeve vendore, politika këto të cilat ulin importin. U tha në këtë takim, ndërsa ministri Krasniqi sqaroi se mbështetja e fermerëve si asnjëherë më parë ka qenë në politikat e qeverisë së Kosovës. Në 7 vitet e fundit në vendin tonë është dyfishuar numri i vizitorëve. Rol të rëndësishëm ka luajtur turizmi, i cili është mënyrë e shkëlqyer për ta përmirësuar imazhin e vendit tonë. Për të forcuar këtë sektor, Ministria e Tregtisë do të themelojë një organizatë për turizëm. Në 7 vitet e fundit në Kosovë është dyfishuar numri i vizitorëve. Kjo ka nxitur Ministrinë e Tregtisë për ta themeluar një organizatë për turizëm. Kosova, edhe pse ka një hapësirë të vogël gjeografike, ofron një kombinim ofertash që i përgjigjen shijeve turistike. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë planifikon që të gjejë formën për themelimin e organizatës për turizëm, e cila do të mundsojë promovimin e potencialit dhe vlerave turistike që posedon Kosova. Vendet më të vizituara sipas një organizate jo qeveritare janë Prishtina, Peja dhe Prizreni. Që nga viti 2008 deri në vitin 2015 ka pas ma tepër se sa dyfishim të vizitorëve ndërkombëtar. Vendet cilat janë destinacionet më së shpeshi të vizituara, pra janë Prishtina, Peja dhe Prizreni. Sipas promovuesve të turizmit, ky sektor është në rritje. Turizmi është një mënyrë e shkëlqyer e zhvillimit të diplomacisë për ta vënë Kosovën në një hartë të tërë botës dhe për ta përmirësuar imazhin dhe për të treguar gjëra pozitive që Kosova ka për të ofruar. E gjithë kjo u tha në konferencen e organizuar nga Instituti Demokracia për Zhvillim me temen Turizmi për Zhvillim, mundësitë që duhen shfrytzuar. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Policia gjermane ka kryer shumë mbastisje në kërkim të një të dyshuari se ka lidhje me Shtetin Islamik.
Policia gjermane ka bastisur 54 lokacione në Hessen, Frankfurt dhe Berlin në mëngjesin e së mërkurës në kërkim të 16 personave nga 16 deri në 46 vjet të dyshuar për lidhje me Shtetin Islamik bazuar në informacionet e prokurorit, ndërsa me flet arrest është prangosur një 36 vjeçar nga Tunizi i cili dyshohet se ka punuar si rekrutues për Shtetin Islamik. Sipas policisë, ky dyshuar ka punuar për të ndërtuar një rrjet terrorist për të kryer sulme dhe se plani i tij ka qenë ende në fazë fillestare. Udhëheqësi i hetimeve Max Vej ka thënë se rreth 1100 polec kanë marrë pjesë në aksion, i cili ishte planifikuar për një kohë të gjatë. Ndërkohë, edhe 3 të dyshuar të tjerë për terrorizëm janë arrestuar në Berlin. Parandarjes edhe një njoftim, sot u bën 27 vjet që kur heroi Fadil Nazmi Talla ra dëshmor. Në këtë datë, forcat mëdha serbe kishin hyrë me arsenal të rënd ushtarak në Podujev. Për të mbrojtur popullatën civile, kishin dalë Fadil Talla me shok të tjerë. Gjatë kësaj ngjarjeje, Fadil Talla u qellua për vdekje nga tanku. Të nderuar televizionistë, që këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion qendror lajmesh. Faleminderit që na keni ndjekur. Natën e mirë.